Pacienti na kur na dal nga makina ka qenë hala në makinën e tij, jemi mundu me e hek nga makina, në momentin kur kemi hek ka qenë pa vetdije. Ko pas ko pacienti filloi me xhakdher edhe nga rrugët frymëmarrjes. Për mua ka qenë hala mas sfiduese për shkak se në vetur na kemi pas edhe beben. 3 muajsh edhe zhduft me lon beben në vetur, me dalë, me ndihmu maritonit, që më shku pacienti në gjendje hala ma të keqe. Krejt kohën në mendjen tonë është konë që vetëm minimum që me vazhdu, me jetu, me konë shëndetshëm për shkak se ka qenë ideal shumë i ri. Na kemi marrë edhe informata prej familjarëve vetëm se na kanë shënuar dhe kanë thonë që shkak i ndihmës që na ja kemi jap, pacienti tashmë është mirë, është kujdes intenziv në Prishtinë, por gjendjen stabile herë për një herë ka shumë mirë. Fillimisht ta mundi për me na u prezentu. Përshëndetje, po unë jam Meriton Hoxhaj, edhe... Unë jam Gjeran Kameri Hoxhaj, jam bashkëshortja Meritonit, jam infermiere këtu në Spitalin e Gjakovës, kryesisht punoj në repartin e kujdesit intensiv, ndërsa Meritoni është në repartin e emergjentës. Unë punoj në repartin e emergjentës, tash 5 vite, domethënë qysh nga koha e pandemisë, jemi punoj në spitalit të Isa Grezda. Nga ju ka lindë dashuria për me studiu infermierin? Dashuria për me studiu infermierin ka fillu qysh në shkollimin e mesëm, kur kemi fillu studimet në shkollimin e mesëm të mjekësisë përgjithshme, ku pas shkollimit të shkollimit mesëm, nga aty pastaj filluam edhe studimet akademike në Universitetin Fëmijë Agani në Gjakovë, drejtimi infermieri, edhe me kalimin e kohës edhe me kalimin e studimeve, domethënë duke përmbledh edhe pjesën teorike edhe pjesën praktike kur kishim domethënë ballafaqqimin me pacienta, dita ditës po çdo herë dëshira për profesionin e infermierisë po është duke u rrit. Edhe në këtë lloj dëshira për më ushtru profesionin e infermierisë është duke u rrit, derisa me atë pikën kulminante e ka arrit në kohën e pandemisë, ku edhe jemi punësuar si staf mbështetës, edhe aty e kemi pa se çfarë vlera edhe çfarë përgjegjësi morale dhe profesionale ka profesioni i infermierisë ndaj pacientave. A ka qenë në kohën e pandemisë ndonjë pacient që ju ka bo në shtatën për me qoj, duke qenë se pandemia ka marrë edhe shumë jetë? Po, ka pas shumë. Nuk ka qenë ndonjë prej tyre, por ka pas shumë për arsye sepse kanë pas vdekje të shumta të cilat ndodhin brenda në natën, po nuk kishte qenë vdekje një pacient ose 2, por ka pasur kanë vdekur 3 deri në 4 ose më shumë pacienta. Edhe ka qenë shumë e vështirë, domethënë edhe kalimi nga pjesa, domethënë ballafaqimi me familjarët pas kumtimit të vdekjes dhe pastaj rikthimi tek pacientët të cilët ishin prapë për me marrë trajtim, ka qenë paksa e vështirë edhe domethënë për kujdesja emocionale që u duke mu përmbajt. Po ka qenë shumë e vështirë. Që si një infermier fillestar? Ka qenë shumë e vështirë, sidomos në ato fillimet e mia, pasi që domethënë deri në atë moment nuk kishin pa pacient vdekur ndonjëherë. As nuk i kishin pas atë ballafaqqimin me kontaktin me familjarët, domethënë pas vdekjes, kumtimin, edhe me të vërtetë ka qenë një periudhë shumë e vështirë, po që dita ditës ajo ndjen shkon edhe duke u forcu edhe bëhen pak më të fortë në ballafaqqimin e këtyre rasteve, por që gjithmonë ndjenja e pikëllimit edhe ndjenja e dëmshëria ndaj pacientëve dhe familjarëve nuk mund të largohet kurrë. Edhe për mua ka qenë e njëjtë, unë kam filluar së pari shkollën e mesme të infermierisë, pastaj dhe fakultetin si infermier me bachelor, aty ballafaqimi me pacientat, literatura që i kemi mësu, momentet kur kemi pa kënaqësinë e pacientave ndaj punës tonë, kur kemi pa nevojën e pacientave për neve, atëherë kemi filluar me dashur hala më shumë profesionin tonë, momentet kur pacienti të ka falimnderu, të ka thonë faleminderit për këtë punën që e ke bu, të ka të shiku ma dashurinë, edhe atëherë ki pa që sa ki vlerë ti për jetën e tine, edhe sa shumë ti e rëndësishme për popullatën, për ato që ka ti e jep, për ndihmën që ti e jep për njerëzit. E prindrit që kanë prit lojmin kur ju ki tregu që veç po donë për me studiu infermieri? Prindrit janë shumë krenarë dhe kanë prit shumë mirë. Ata janë konë suportuesit më të mëdhej të mit, gjithashtu edhe të Meritonit. I kena pas gjithmonë krah
për çdo gjë, për çdo vendim që e ke marrë. Po ashtu edhe kur jena punësu në spitalin e Gjakovës, kur e kem pa sa shumë pe dojna na punën, na kanë pa të punu, prindi im është po ashtu punojnë si spitali Gjakovës, e kur ka pa sa mirë po jem me pacientat, kur ka pa sa kërnarjen pacientat me neve, atëherë ai edhe më shumë është gëzu për neve dhe kanë ndjen e kërnarisë si prindim. A keni filluar edhe ju në kohën e pandemisë apo? Unë paraprakisht kam punu në një klinikë private këtu në Gjakovë, pas 5 vite kam punu në atë klinikën private, derisa më është ardhur mundësia që të punoj edhe në spitalin e shtetit. Mu më ka ardhur me punu në pandemi, por vetëm unë kam punu në klinikë ginekologjike, domethënë nuk është që kam pas atakim direkt me pacientat me Covid. Po më ka ardhur me punu edhe në periudhën e pandemisë. A keni qenë të njoftuar në atë kohë? Po, unë edhe meritoni na njoftu nga viti 3 i shkollës mesme. Në studimet infermierike dhe në fakulteti kemi kryer bashk. Nga viti 3 kemi filluar, lidhjen tonë. Atëherë ne pas përfundimit të fakultetit, vetëm se jemi martuar, pastaj edhe u punësuam, domethënë jemi tash 7 vite bashkë. A e kuptoni njëri tjetrin kur e kaloni për shembull ndonjë ditë pak më tron punë, a kuptoni se nuk i ka shkuar ajo ditë mirë edhe në atë kohë? Po, dhe besoj që kjo është shumë e rëndësishme. Momentin kur ti me partnerin jeni me të njëjtin profesion është shumë mirë edhe për lidhjen e juaj, për shkak se kuptoni më shumë njëri tjetrin, e kuptoni lodhin e njëri tjetrit, e kuptoni se si ka shku dita, na jena edhe me një ndrim, meritoni punon në repartin emergjencës, në repartin e kujdesit intensiv, në spital e marrim çdo gjë që ka ndodhur gjatë ditës, edhe e dina që nuk e ka kaluar një ditë mirë, atëherë edhe në shpirt pak më ndryshe, edhe shumë mirë kuptohemi me njëri tjetrin, ndoshta edhe për shkak të profesionit hala më mirë. A keni pas raste kur ja keni shpëtuar jetën dikujt, nëse mund të na rrethit? Po, tash po flas për repartin e emergjencës, domethënë kemi shumë raste kur na vinë domethënë pacientët në gjendje në arrest kardiak apo gjendje tjera jetë kërcënuese, edhe po ka pas raste kur kemi shpëtuar jetën njeriu, domethënë është ardhur pacienti me domethënë pa shenja jete, edhe është rikthy. Madje kam pasur rastin vet kur pacientin kemi qenë duke trajtuar një pacient, edhe për një moment domethënë ka kaluar në një gjendje jetë kërcënuese, por që në mjeksi quhet fibrilacion ventrikular dhe është dashur që ta defibrilojmë me pajisjen që quhet defibrilator, dhe pacienti është rikthyer në jetë dhe është ende gjallë, ku shpesh së asaj dite nganjëherë domethënë ballafaqohemi për shkak se është banori i Gjakovës, edhe mund të ballafaqohemi qoftë këtu ose diku në rrugë, edhe gjithmonë është falendërues si ndaj meje, si ndaj gjithë stafit të emergjencës, sepse ne në emergjencë domethënë jemi si staf kolektiv, pra kur punojmë te një pacient jemi po të gjithë të angazhuar te ai pacient. Po, te rasti klinës ka qenë fillimisht duhet më shpreh keqardhën për familjen që i ka ndodhur rasti, shpresoj domethënë që ka me kalu shumë mirë, edhe ka me kalu me pas kaluese domethënë. Edhe aty ka qenë një rast shumë interesant, sepse makina ka qenë vetëm përballë neve. Edhe për një moment e kemi pa që ka ndodhur aksidenti, edhe pa hezitu as në një minutë, domethënë ne kemi dalë nga makina dhe kemi shku drejt për me ofru ndihmën. Por këtu ka qenë një rast shumë interesant, sepse gjithmonë kemi pas raste shumë të tilla kur kemi pasur pacienta në atë gjendje, po që gjithmonë kemi pasur në hapësirat spitalore. Për neve ka qenë pak sfiduese, sepse domethënë kemi gjendje në hapësinë jashtë spitalore ku mjetet e nevojshme nuk i kemi pasur me veti. Sikur çdo njeri që nuk është i përgatitur domethënë që mund të hasë një aksident ose një gjendje shëndetësore në rrugë të një pacient, dhe jemi detyruar që mi përdor vetëm ato mundësitë që i kemi pas. Fillimisht jemi afru tek pacienti, i kemi marrë shenjat vitale, domethënë kemi pa që pacienti ka puls, por gjatë verifikimit të bebzave kemi pa që njëra bebz pra është më zhërnuar, që në mjeksi quhet anizokori, gjatë që në aludon që ka pasur një tronditje në kokë ose më saktësisht edhe një gjakderdhje, që edhe ashtu doli tishte. Po e për juve që shka qenë? Për mu ka qenë hala ma sfiduese, për shkak se në vetur na kemi pas edhe beben, 3 muaj, edhe zhduft me lon beben vetur, me dalë, me ndihmu meritonit, që më shku pacienti në gjendje hala ma të keqe. Njëjtë edhe për mu nuk më ka ndodhur që me pas një rast ashtu në rrugë, pa pas mjetet nevojshme, na i na mësu me jep ndihmën në hapësirat spitalore, po jo ashtu jashtë, pa pas mjetet. Ka qenë pak sfiduese, por këtë kohën në mendjen tonë është konë që vetëm minimu që me vazhdu, me jetu, me konë të shëndetshëm, për shkak se ka qenë një djalë shumë i ri. Na kemi marrë edhe informata prej familjarëve vetëm se na kanë shënuar dhe kanë thonë që
shkak i ndihmës që na ja kemi jap, pacienti tashmë është mirë, është kujdes intensiv në Prishtinë, po gjendjen stabile herë për një herë ka shumë mirë. E që keni po pastaj ato komentet pozitive që ju kanë ndodhur? Komentet pozitive kemi po mirë, duke marrë parasysh që shpesh personele shëndetësore në përgjithësi ose institucione shëndetësore nganjëherë dinë mu ataku me lajme të këqija dhe jam gëzuar jo vetëm për vetveten tonë ose për neve që na ndodhi kjo ngjarje, por jam gëzuar për të gjithë profesionin e infermierisë ose profesionin e shëndetësisë përgjithësi që ndodhi një lajm i mirë, edhe komentet pozitive kemi prit shumë mirë, normal ka pasur për atyre që kanë pas komente negative, por në përgjithësi komentet pozitive na kanë bërë shumë mundi ma krenar edhe për profesionin që e kemi, edhe për përgjegjësinë morale që e kemi neve edhe ndaj pacientit. Në çfarë gjendje u kon pacienti kur ju keni dalë nga makina? Pacienti na kur na dal nga makina ka qenë hala në makinën e tij, jemi mundu me e hek nga makina, në momentin kur kemi hek ka qenë pa vetdije, në mjeksi thonë ka qenë i agituar, me lëvizjet pa kontrolluar. Jena mundu atëherë e kena vendosur shtrin ton ku ka qenë i pa vetdijshëm, deri në momentin që është ardhur edhe autoambulanca edhe e ka marrë. E cilat pajisje ju keni pas apo vetëm kutinë e ndihmës parë që e kemi në vetur, vetëm ato e kemi pas. So kanë mjaftu ato pajisje? Ato pajisje nuk besoj që na kanë mjaftuar edhe shumë, për arsye sepse ne nevojitim disa pajisje shumë të sofistikume, për arsye se pacienti përpos që e patin një plagë në kokë, të cilën ne vetëm se e fashum, pra me pa ato pajisje që e patëm, por ko pas ko pacienti filloi me gjakdel edhe nga rrugët frymëmarrjes ose nga trakti i tretës, aty nuk dije mirë, po që gjaku vinte nga goja dhe në ato momente nuk kishim një pajisje ose një aspirator që ta evakuonim, domethënë gjakun i cili grumbulloi në pjesën e gojës, por vetëm jemi detyruar domethënë të ta kthejmë në pozitë anësore në mënyrë që gjaku mos mu kthej në rrugët e frymëmarrjes dhe me shkaktuar një obstruksion të rrugës frymëmarrjes dhe që pacienti me kalon në gjendje hala më të rëndë. Pra në ato momente ne vetëm jemi lutë që ambulanca ose ekipi urgjentë të vijë sa më shpejt në mënyrë që domethënë mu involvu edhe pajisjet mjekësore të cilat mund të gjenden në autoambulancë ose qoftë në hapësira spitalore. Okej, e kështu ndonjë rast tjetër për shembull a keni pas ose në fillimin e karrierës për ato po çish nuk mujta me pështu, që për shembull ju që punoni në intensiv. Se duke e ditë që rastet në intensiv kërkojnë kujdes shumë të shtuar. Ka pas raste që që ndoshta ke thonë, çush iki, çush shkoj, nashta ke shumë mirë, po je mundu gjithçysh me mjekët e anestezionit, gjithçysh për me kthy, por ndonjëherë çka do që bën ti nuk është e mjaftueshme. Janë raste të rënda, në raste që ndonjëherë edhe qajnë bashkë me familjarët, po momentin që ne kena marrë parasysh këtë profesion, e kena ditë që kena mu ataku edhe me çdo raste, jena pjek paka shumë me qëtë punë, me qëtë ndodhi edhe me qëto raste. Për mja u tregu pastaj lojmin familjarëve sa është e vështirë? Kjo pjesa më e vështirë. Jo pjesa më e vështirë momentin se ata familjarët janë ton kohën të shpresu të ti, janë të shpresu që ti kur delsh jashtë ti më jap një lajm shumë të mirë, edhe në momentin që ata janë të prit ty me këtë entuziazëm që ti më thonë që familjari juaj është mirë, edhe ti më thonë që na vjen keq, familjari nuk arritim me shpëtu, është momentin ashta më i vështirë në karrierën tonë. Edhe pse na vjen shumë shpesh gati me thonë këtë fjalë edhe me ja thonë familjarëve këtë sen, mu ballafaqu me këtë ndjenjë, po është ndjenjë shumë e vështirë, është ndjenjë shumë e rëndë. Për juve? Edhe për neve është e vështirë, sidomos pjesa më e vështirë tek pacientët të cilët janë të rinj, domethënë djemë të rinj ose vajza të reja kur na vinin në gjendje shumë të rëndë, edhe fatkeqësisht përkundër domethënë përpjekjeve tona të reanimimit nuk mund të shpëtoj dhe kur e dim që familjarët janë jashtë dhe janë duke prit për një shpresë domethënë që ata ende mojnë shpresë që mundet me qenë fëmia i tyre gjallë, ajo është pjesa më e vështirë. Nga njëherë hezitojmë atë shumë që dalim jashtë kësaj dhome të reanimimit, sa që nuk mund ta merrim me mend, dhe ajo pjesë është shumë e vështirë, sidomos kur i kumtohet lajmi dhe ata ndihen shumë të pashpresë dhe humbin atë shpresën e tyre që fëmia e tyre domethënë nuk ka më kthy më në jetë. Është një pjesë shumë e vështirë, është një problem emocional të cilin ne e mbajmë ato gjatë asaj dite që mund me na kujtu edhe disa ditë më pastaj, po që është një problematikë shumë e madhe për neve. A mendoni që kanë bë institucionet mjaftueshëm për spitalet, a janë të gjitha pajisjet e nevojshme?
Unë mendoj që gjithmonë jo vetëm ky spital, por çdo spital ka nevojë për inovacion të ri, domethënë për investimin në aparatura të reja, domethënë nuk mendoj që asnjëherë është boll ose me investu në një spital, por gjithmonë mendoj që duhet me investu, duhet me pru aparatura të reja, duhet me bërë rifreskimet e mjeteve, të hapësirave, infrastrukturës spitalore, pra nuk mendoj që asnjëherë është bë, edhe pse është bë boll, domethënë kanë pru pajisje, por prapë mendoj që asnjëherë nuk do të jetë mjaftueshëm për një institucion shëndetësor kur është në pyetje domethënë jeta e njeriut. Për juve? Njëjtë, duke e parë edhe raportin e kujdesit intensiv aty ku punoj unë, ka aparatura, nuk është që nuk ka aparatura, po asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Nuk dihet me çka mundem mu ataku gjatë ditës, nuk dihet çfarë raste munden me na ardhë dhe ndoshta nuk janë herë dhe të mjaftueshëm. Ka raste se ne zakonisht I kena pacientët të intubuar në respirator, ka raste kur nuk kemi mjaftueshëm as respirator, për atë është mirë ton kohën që me pas proje të reja dhe aparatura të reja. Edhe një mesazh për fond për të gjithë ata ngasësit automjetër që nuk bojnë kujdes dhe që shkaktojnë aksidente. Unë mendoj që gjithëve duhet kenë kujdes gjatë ngasjes së tyre, por duhet mendojnë për jetën e tyre, për familjarët e tyre që I presin te shtëpia ose qofshin me ata, por gjithmonë duhet kenë kujdes sepse përpos që mund ta lëndojnë veten, mund ta lëndojnë edhe domethënë persona tjetër që mund ballafaqohen me ta dhe kjo që mund të jetë në fatalitet mund të shkaktojë vdekjen të tyre ose të personave të tjera dhe nuk është një ngjarje as pak e këndshme, sidomos kur në këtë kohë dhe në këtë ditë sezone domethënë dëgjojmë shumë raste aksidentes të cilat janë duke shkuar me fatalitet dhe është një të gjithë ngasit kenë kujdes domethënë që të ngasin makina më ngadalë dhe të mos bëjnë aksidente të tilla. Njëjtë, mendoj që duhet me qenë pak më të kujdesshëm gjatë ngasjes së makinës, duhet të mendojmë për me gjatë, mendojmë për familjarët, për ata që na presin në shtëpi, për ata që jena duke kriju problemin në rrugë, për dikon që ndoshta ka dalë me kry punë veten edhe na mundë me kon shkaktari që ai me përfundu me fatalitet, duhet me pas shumë kujdes gjatë ngasjes, shumë kujdes gjatë edhe ne nëse jena si këmbësor duhet me pas kujdes, se nuk e di me çka mundem me ataku. Në këtë kohë, në këtë kohë vere, kur domethënë siç e dim, popullata është pak më e rritur si pasojë e mërgjimtarëve që vinë, në këtë ditë kemi aksidente të shumta, domethënë brenda ditës nuk mungon pa pasur të paktën një aksident, mirë po domethënë pa pasur 4 ose 5 aksidente, domethënë është e pamundshme. E sidomos të javët e fundit disa kanë qenë edhe me fatalitet të cilat shumë raste I kemi dërguar nga qendra spitalore në qendrën në klinikën universitare të Prishtinës. Po, unë jam Liri Don Marko, jam kryenfermier në repartin e emergjencës që 2 vite. Që 23 vite punoj në spitalin e Qakovës, do thotë kam qenë kryenfermier në departament në traktin operativ 6 vite, kryenfermier në departamentet internistik për 5 vite, kështu do thotë kam 23 vite përvoj pune. Qështë I ki njoft këta 2 infermierët? Këta 2 I kam njoft një kohë Gjeri konë punëtor në traktin operativ ku kam qenë në kryenfermier, kurse Meritonin jo prej se është punësu, do thotë sidomos në kohën prej kur e marrë në emergjencë. 2 janë punëtor shumë të mirë. Domethënë, po flas pak për repartin e emergjencës, ku I gjithë stafi janë shumë të mrekullueshëm, janë shumë të mirë, e në mesin e më të mirëve është edhe Meritoni. Meritoni karakterizon interesi shumë I madh për punë, për zhvillim akademik, po edhe për humanizëm. Domethënë, është shumë I përgatitur. Saqë jem krenar që është pjesë e stafit tonë. Që 2 vite ju që punoni këtu te emergjenca, cilat raste ndoshta kanë qenë ato që ju kanë bërë më shumë të mendje? Ka shumë raste. Ose që punoni 23 vite dhe njohë që nuk e harroni. Ka shumë raste, do thotë me 10 raste, si në emergjencë, si në reparte të tjera, si në intenziv gjatë kohës së pandemisë që kemi punu, domethënë ka shumë raste që ne kanë metë në kohë që nuk na shtyhet se emergjenca përveç humanizmit që ka dhe pjesën e traumës që I metet punëtorit, traumë për tonë jetën, do të ato çka përjeton. Se nuk jenë njerëz pa ndjenja që nuk e përjetojmë ato që çka e punojnë këtu me pacienta, domethënë kena pjesë që nuk na shtyhet prej memorjes. Kushtet janë të mira, domethënë kena pajisje, domethënë je shpëtuese, kena material, kena borna, domethënë për 2 vite që jam këtu nuk na mungon diçka. Gjithmonë ka mundësi për më mirë, po domethënë me na mungu diçka për me rreziku jetën e pacientit nuk kem.
E që shë kuptoni nëse një pacient vjen edhe që shë kuptoni që ju nuk mundi për me jadon ndimen edhe du të me dërgu në Prishtinë edhe sot shpesh të janë në rostër? Çdo pacient jepet ndihma parë këto. Përgatitet, i largohet rreziku për jetë, atë transferohet për trajtim thematutishëm në Prishtinë. Domethënë, trajtimin e parë e merr në Gjakov, e merr në spitalin tonë, i bën gjitha ekzamenimet e nevojshme, domethënë i shpëtohet jeta pacientit, stabilizohet gjendja e tij, atë transferohet për Prishtinë. Se na nuk mundna me transferuar një pacient për Prishtinë pa qenë me parametra vital stabil. A shkon staf pastaj me to, në kontakt? Gjithmonë. Do të shkojnë ata stafet që janë më të përgatitur, varësisht prej gjendjes pacientit, do thotë çfarë rasti është, po ka raste që shkojnë edhe me mjek e infermier së bashku. Po, e çka duhet për shembull me mungu këtu që ju për mos me pas kushtet e nevojshme që me dërgu në Prishtinë? Mungesë kirurgjisë torakale, neurokirurgjisë, domethënë profile të caktuara të mjekëve, pacientat shkojnë për Prishtinë. Përndryshe për profile që kemi këtu, qoftë kirurgji, ortopedi, anesteziologji, urologji, pacientat trajtohen këto. Po për profile të cilat nuk i ka Spitali Gjakovës, pacientat shkojnë për kjo. Okej. Po flasim edhe për atë rastin e klinikë kur ja u kanë dhënë këta pacient vendimin e parë. Çu shendi në ato momente, a u kanë devastose apo e ke prit? Jo, unë jam një shumë mirë se kanë qellu këta. Se kur qellon një infermier i përgatitur, domethënë ti një është mirë që e ditë që ai rast është përfunduar çu duhet. Fati i pacientit akon që janë konë këta aty edhe kanë trajtuar që duhet edhe i ka pështu jeta pacientit. Infermierët të jenë sa më të përgatitën që ta tregojnë veten çu të tregojnë në institucion, ta tregojnë edhe jashtë institucionit, sikur kanë rasti meritonit edhe i gjerit. Domethënë infermierët përgatitën këtu, po kanë treguar veten edhe në Europë. Emergjenca Gjakovës është e përgatitur me shumë infermierë të mirë, domethënë e ka stafin e përgatitur, sikur kanë treguar veten edhe jashtë emergjencës.